Edi, si po ndihesh këta 3 javë pak, si që tha Hygerta në Big Brother? Shumë mirë. Shumë mirë. A është pak më ndryshe se eksperienca e kaluar? I ka disa ndryshime. Si për shembull, zotri Edi? Kam sa video, po ja të bëna. Nuk kam arrit akoma me përshku me fjallë. Kjo ishte goditse, se ne të njohim ty si natyrë që shprehesh. A ka shumë pas ka ndikuar dolçe dashni te këty? Ti e tha si big. I ka disa ndryshime pe vitit kalum, po shtëpia ma madhe, banorët janë ma të kthjellë se sa vitin e kalum. Më të zgjuar, ë? A nuk po mendon ti që shumë nga banorët tu janë shumë të kthjellë se i kanë parë shumë vitet e kaluara dhe sikur po mundohen të kopjojnë idetë edhe gjërat e të tjerëve? Nuk ka koment këtë. Duket se po e pohon në mënyrë diplomatike, apo ja? Ka mundësi. Edi, pyetja famshme e intervistës, apo të mungon ndonjë vitamin tani këta 4 javë qëndrimi këtu? Po. Cila është vitamina që po ju mungon? Vitamin P. Vitamin P. Je personi i tretë që ke përmendur vitamin P. Ju lutem, a mund ma shtjelloni çka është kjo vitamina P që po përmendet kaq shumë, se unë njoh D-jën, C-jën si femër që janë. Po tash unë e njeh më shumë. Janë gjitha vitaminat për zimbash. A është diçka që blehet, që ta blejmë pak të, se me se ju mungon ka gjithë kjo vitamin? Ato mund është edhe me ble, po... Po ne nuk i blej ato. Po pse nuk i blen, po t'i bëjë dhurat njerëzit ty vitaminat? Jo, dhurat. Jo, Se përderisa the blehen, po ti nuk i blen, i bie po t'a bëjnë dhurat njerëzit vitaminën P. Skip pyetjen, skip. Kush shën ka me kjo vitamina P se u bëra kurioze, janë 3 persona që po e përmendin deri tani. Se edhe e prediktiv? Edhe Diti, edhe Labinoti. Po, Diti tha së. Okej, dashur publik, mund të hapni pyetjen publike, Askun, kush është kjo vitamin P që thot vetë Edi që blehet, po Edi nuk e blen, sepse Edi t'ja bëjnë dhurat njerëzit, vitaminën P. Edi, ata sjellin nga jashtë, se unë e di që njerëzit nga jashtë zakonisht na sjellin dhurata. Ja, ato nuk mund është me sjell për momentin nga jashtë. Ato për atë vitamin dush me intervenu. Me intervenca. Vazhdo me pyetjen tjetër, Alp. Vitamin P, Po që vazhdoj tani pyetjen blehet. tjetër, mos ngel të kjo pyetje. Okej, po nuk has siklet tani për momentin, se kuptoj pse po nesër. Edi, Jëndrem, Klodi, të lutem kontrolloj mikrofonin. çmimi është 200.000 euro. Ti ke thënë për bizneset e tuja, okej? Qa për bizneset e mia? Për këtë pjesën të financave që e ke, me tregtimet? Po. Ke thënë që gjithë do investoja aty? Jo. Ja, unë me çmim i kam pas disa mendime, disa plane tjera, jo nashta naj shumë të vogël. Kisha investu në infrastrukturë, kështu për naj zyra, për naj gjohë, adën për me rrit infrastrukturën e zyrës më shumë, po shumicën e çmimit, s'di, nuk kam nej plan. E kam pas plan fakt, mi ndimu një familjes që adën tash me zgjedh në i familje, mi ndimu një familjes mi a plëcu kushtet bazike pe as dhe në gjë, kurgjë, thjesht që ajo është si plan. Shumë e bukur nga ana jote, po unë të ty e di që shohë diçka tjetër, se di pse ma jepat vibe-in, që ty shumë do të shkonin bizneset përveç pjesës boksit, po edhe bizneset e motoristikës, diçka me motor. Jo, nuk kam Tregtime, gara, gjëra. Ja, nuk kam lidhje me për... S'ke pas në njërë motor, Kom pas, ama nuk kam mu. Po kështu makinat a i ke qef? Makinat i kam qef, po. Jem koqa marakli makina. Se di pse po të shofte ky lloj biznesi, blerje, shitje, makinash, motor. Makinash, ja motor. Dhe organizimin e garave, se di pse po të shofte. Jo, aty shitje, blerje makinave, po.
A mu për motora nuk kom lidhe, s'kom pas kur lidhe me motora, s'kom pas lidhe. Edi, ti më ke dhënë mua një premtim, Çfarë premtimi? një makinë. E ka marrë shumë seriozisht, se E nuk kishta ata. po, E kishta ata, më. dhe madje, une, që atëherë kur ma premtove makinën, e ke parë që nuk jam bërë më e bezdisshme me ata kapaqet në për shtëpi? Mos e vrit mendin se Edi, kom ti ta atë e principin bash zi. fjallën tënde? Nashta. Okej, publik i dashur, mbajë një moment këtë moment. Okej, ndoshta. Po ti the që të mbash fjallën. Nashta. Po i vikën djeli atje. Unë nuk ta kom zgat dorën. Po që lidhje ka dora, ti e the fjallën e burrit. Ko ta zgatit dorën edhe pyje. A, shef politikani korrupcionuar, thashur që është politikan, që i dredhin muhabetet. Edi, e supozojmë që nuk e fiton çmimin. Audienca që krijon ti këtu. A mendon që mund të të shërbej për ndonjë gjë dhe për çfarë? Qëre në çmim, për çmim nuk thom ju, të ditën, po unë çmimin më e krijoj edhe jashtë me punët e mia që e kam kriju deri tani, nuk është ndaj for nuk bëjnë nuk japi vetit zor për çmim këtu më. Thash, në rastin nuk e fiton çmimin, vetëm audiencën. A të shërben ty diçka kjo lloj audiencë që krijohet këtu në jetën tënde dhe për çfarë? Patjetër se po. Ne kam disa biznise jashtë që lidhen me audiencë, Po? që lidhen me publik. Edhe atë rast të shfrytëzojnë për disa bizniset mia, atë audiencë është. Mund të të pyes si për cilat, apo nuk i tregon për momentin këtu brenda? Ju ato i dinë edhe jashtë, po ato ku bëllë publik, s'është që se dinë të tjerë. Po unë përveç biznesit të kësaj pjesës financës nuk kam dëgjuar se çfarë biznesesh tjera ke. Po ajo kon biznes personal jam. Po tjera çfarë ke? Personalisht, ja, për tjera nuk kam qef. Okej. Bukur, bukur, bukur. Në një gjë tjetër që ke pasur këta ditë në përshpi, po që nuk e ke shpreh, a dëshiron të ndash në këta momente? Jo, fare. Në një mesazh, në një gjë? Na i drën. Në një drona. Po ti dolçen e more këtu, për çfarë pret drona tani? Drën për zheve. Dron, unë s'kam pas si dron deri tani. Ndërkohë që sishe ti erdhët në 2 dolçe. Po, unë s'pash. Për ju të dy. No, unë s'kam gjë. Rriton. Në një pyetje tjetër. Kallëzoj se 2 drone në Sa fund për pyetje të. bën edhe 2 ti. ishin. 2 në fund për ty. Po, ore, Me fotografinë e ju të dy bashkë. Isha këtu. Kush ti shovi veçeti? Po. A isha edhe unë foto. Se kështu tha Edi, isha edhe unë. Po tash po them publikisht edhe njerë kërkoj një dron të madh. Sa radhe me cilin tekst e kërkon? Një tekst shumë bukur Se s'ma çu me dron mua, dolçen, me dolçe dashnien. Duhet vije dron tjetër Po më tani. bënë në helikopter tash, mos më çeni mua si Ose parashut. të vjen njëri që të qenë. Santa Claus. Na vije banori i ri me parashutën. A mendoni ju që mund të futet prap banori i ri kësaj radhe? Si, avolja. Edhe 5 bileta kanë ngel. Cili banor mendoni ju se do dale kësaj jave? Keni krijuar ndonjë opinion? E kam një opinion. E kam një, bes. A e thudot? Në arsye pse? Ja, shqy nuk e di, po si është, po di nuk kom pos nej kështu kontakt në informitet me të muhabetesh. Mos është Ibroja. Labi do me thënë i pari, është E qëllove. Sa më bjen, adhin, tash po më bjen kesë, s'kom gjohë personalisht me të, po nuk di. Jënë në fakt dy banor që kanë me met në fund kokën kokë, besoj unë. Ajo ka me qenë Sasa dhe Ibro, besoj unë. Se di pse që kur thekshu e mendova që në mendjen tënde është Sasa dhe Ibroja. Arsye nuk e di pse, arsye se di. Arsye s'ka se dikush do dalë. Po për sot të fëmëzimi qik. Tani kam fëtot. Po ti Edi, qa durate do prisje që Big Brother të na ofronte radhën tjetër? Paketa cigaresh. Pse çfarë dhuratë na kanë? Tuta po, parfume po. Aha, Cigare. skincare, po. Se mos sillni tuta pa një paketë Ne cigare kërkojmë një pastrim të thellët të fytyrës Thuj. dhe krudo. Unë si vesh.
As Gerta nuk i vesh, as ti nuk i vesh, as ti nuk i vesh. Unë i kam vesh. Një paket cigare për kokë. Dëgjoj Alba, ke 5 sigare, për të dhënë. Po, në intervista. Kur ti gjeti Intervist jap? pa lek, i do, lipi lek. Mos ti më Lipi në shtrus. i Jo, shërbim. s'dal. Ku ti gjeti jap? Jo, Në jo. shërbim. Përdesa premtove që do t'jap 5 sigare, më jep intervistë, unë u tregova korrekte, Ti do tani t'japësh tregova 5 korrekte. sigare. Do ja jap. Mund t'jesh më shtrus. Do t'i jap. Po ti kem t'i jap. Edo, po ti. Po zhjevish.